Sot më 12 qershor, në ditën e çlirimit, jemi këtu në Prekaz, në vendin ku filloi gjithçka. Nuk ka 12 qershor pa marsin e vitit 1998. Nuk ka 12 qershor pa qëndresën e komandantit Adem Jashari, Hamzës Shabanit dhe të mbi 50 anëtarëve të familjes Jashari, të cilët ranë dhe nuk u dorëzuan asnjëherë. Ata nuk mbrojtën vetëm pragun e shtëpisë, ata mbrojtën tokën e të parëve tanë, që ishte, është dhe do t'jetë për herë e shqiptarëve. Ata mbrojtën idenë që populli ynë nuk mposhtet asnjëherë. Sakrifica e tyre u bë themeli mbi të cilin qëndroi ushtria çlirimtare e Kosovës dhe Republika jon e lirë. Prandaj çdo gëzim i kësaj feste fillon pikërisht këtu, pranë këtyre vareve. Diria që ne e gëzojmë sot është amaneti i tyre, që Kosovën tonë, edhe si institucione, edhe si shoqëri, ta duam, por edhe ta nderojmë për herë me veprimet që e fuqizojnë çdo ditë atë. Lavdi komandantit Adem Jashari, lavdi familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve të kombit. Më lejoni që para se ta merr fjalën kryeministri, që uroj edhe juve, gazetarëve, mediave, ditën e çlirimit e përmes juve edhe gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe shqiptarëve kudo që janë ata. Faleminderit.